shikimin haram e bën që imani të jetë deri në atë shkallë i zvogluar, sa që jargoni bëhet më i rëndë se imani. Në ka forcë a iman pastaj me tërheq jargonin dhe më ngrit me marr abdes e më përgjigj Allah të lartëson në thirrje për me e fal namazin. Ka pasojë të mëdha, pengesë për adhurim, pengesë për meditim, pengesë për kënaqësi, njëra pastaj nuk kënaqet me familjen e tina, mësohet me familjen të turpshme, Allah na ruaj, dhe nuk është i kënaqur me ato që Zoti ja ka caktuar. Ibn Taymija thot një fjalë të artë, ai njeriu që s'arrin me rujt shikimin dhe s'arrin me frenu pasojat e shikimit, ai nuk është i sinqert. Thonë, po nga e morë të këtë mendim, thot për shkak se Allah Azza wa Jall e shpëtoi Jusufin, për shkak se sinqeritetit Jusuf e Juhës Siddiq. Jusuf o ti sinceriteti ti që shkak që mos më ronë gjuna. Dhe nëse jena të sinqert me Allahun, jam i sigur se Allah do të në mbrojë për gjuna. Probleme që shumë prej sahabe thoshin, kush zgjat shikimin e të ndaluarën, Allah nuk do të jam mundësej shikimin në fytyrën e tij. Për një, Allah në rujt, një vajzë që me moral tult me ndru shikimin e saj me shikimin e Allahut. A bën me zemra besimtare këtë gjë. Në xhenet, pasi të futemi, dhe të mundësej Allahun me pa, të pejgamberi sa mos me kon mëshira e Zotit, xheneti ju kish duk asgjë, ishin mërzit. Mos me kon mëshira Allah që e kthen vullnetin për me jetu në xhenet e besimtarët, pasi njerëz të shohin Allahun, xheneti do t'ju duket asgjë. Nurun ala nur, do ta shohin ata që në dritë mbi dritë. Ihdillahu bi nurihi me yasha, që me dritën e tij udhëzon. Ndaj të binë në sejdë. Ta lusim Allahun me emrin Nur, me emrin Hafidh, me emrin Qawit, na lehtësoj, na mundsoj ta nevojmë këtë gjëna, që po na shkatërron dunjan, po na shkatërron ahiretin, po na shkatërron kënaqësinë, po na shkatërron për jetimin e adhurimeve, po na shkatërron punë të mira.